Faleminderit kryetare, nën kryetar kuvendit, kabinet qeveritar, të nderuar deputet, të dashur qytetar të Republikës, media prezente. Kom ndjek me vëmendje të shtuar debatin edhe brenda kuvendit, edhe jashtë kuvendit, edhe në media në raport me projekt ligjin për çmimet tavan, ashtu si dihet në publik, por për vendosjen e çmimeve në situatat e destabilizimit të tregut. Dhe dy elemente në vazhdimsi kanë qenë, them ndoshta lehtësisht të keq interpretuara. E para, ose i pari element, ka të bëj me mënyrën se si është interpretu përcaktimi i çmimeve, duke u synu ose duke u diskutu gjithmonë që ky ligj do i përcaktoj çmimet në gjithë tregun e Kosovës. Ky ligj, ose ky projekt ligj i prezantuar para jush, është i parapar të aktivizohet vetëm në situata të destabilizimit të tregut dhe vetëm për 14 produkte që janë të specifikuara në këtë projekt ligj. Do të thotë janë produktet e shportes bazë, të cilat synim e kanë mbrojtjen e kategorive më të lëndueshme në raport të ndryshimit të çmimeve. Do të thotë nuk është projekt ligj që i hyn listës së përgjithshme të produkteve në të gjitha marketet e Republikës dhe i përcakton çmimet. Jo, i përcakton vetëm listën e produkteve që janë të miratuara sipas projekt ligjit. Dhe nën produkteve që derivojnë nga ato produkte, të cilat i miraton bordi. Dhe unë mendoj që kjo është një prej masave bazë për të ruajtur ose për të mbrojtur ata që kanë nevojë për mbrojtje. Gjithmonë do të jetë një seri shumë e madhe e produkteve dhe kategorive që do të përcaktohen sipas çmimeve të tregut. Kjo e para. Dhe dyta, pavarësia e bordit, rrjedhimisht kompetencat e shtetit. Gjatë gjithë diskutimit, edhe sot, që e vrejta, po keni kontradikt me ato, apo e doni bordin e varur, apo të pavarur. A është kompetencë e qeverisë, apo nuk është kompetencë e qeverisë? Ja pse? Gjykata kushtetuese me gjykimin e vet ka thënë që nuk mundet qeveria të bëjë përcaktimin e çmimeve, të përcjell implementimin edhe natyrisht të vendos të përcjell implementimin e asaj për shkak se janë disa ligje tjera në fuqi, por edhe mekanizma që duhet jenë të pavarur. Rrjedhimisht, ideja dhe moduli më i qasshëm dhe lehti zbatueshëm, por edhe që siguron garancit kushtetuese, ka qenë bordi, i cili me konkurs të hapur për zgjedhjet, me inicim nga qeveria, me votim nga kuvendi, ndërsa shumicën dhe pakicën në kuvendi përcaktojnë zgjedhjet. Unë nuk e di, kjo është vlem për secilin ligj, nuk e di pse në këtë situatë ju thuni, ju e keni shumicën, ju e zgjedhni bordin vet. Por natyrisht sikurse me të gjitha ligjet tjera. Kjo buron për një procesi tjetër demokratik që janë zgjedhjet. Po ne po flasim për formën e diskutimit edhe trajtimit të mirëfillt të një teme e cila më së paktu meriton të politizohet. Unë nuk kam asnjë dyshim që gjithë këtu pozitë opozit dëshironi të krijoni një mekanizëm mbrojtës për kategoritë më të lëndueshme në raport të ngritjes së çmimeve. Si dhe kompetencat e ministrisë. Po, ka qenë edhe gjykimi i gjykatës kushtetuese që specifikon që ligji për tregtinë e brendshme, ligji për masat antidumping dhe mekanizmi inspektoriatit janë tashmë në funksion dhe natyrisht që janë kompetencë e qeverisë. Por edhe ky përcaktim, i cili do të bëhet nga bordi, ofron qeveria një ndihmë në aspektin e sekretariatit, për shkak se s'mundi kemi një qasje ose informacion krejt tjetër nga departamenti tregtisë, nga departamentet tjera që në ministri. Kjo është edhe kosto efektive, për shkak se sekretariati i kursen krijimin e një mekanizmi, shtesë një trupi i cili do të paguhet 12 muaj. Këta të angazhuar në kuadër të bordit, të votuar nga ky kuvend, do të aktivizohen dhe do të paguhen vetëm për kohën sa do të punojnë ose takohen. Nuk e ka një pagë 12 mujore, nuk e ka një administrat të tërë që krijohet dikund, por janë vetëm të thirrur në momente kur shoqëria civile, ministria, shoqata për mbrojtje të konsumatorit ose cili do entitet vren se ka destabilizim në çmimet, në veçanti ato të produkteve bazike. Prandaj, jam këtu për të thënë edhe një herë që asnjë prej argumenteve ose brengave që po mundohen ose synohen të politizohen nuk kanë të bëjnë me draftimin e këtij projekti ligji. Në të kundërtën, kemi shkuar përtej duke munduar që brenda afatit kohor shumë të ngushtë, për shkak të rëndësisë që ka edhe për situatën aktuale, të përfshijmë sa më shumë edhe diskutim publik, por edhe angazhim
të atyre që kanë dashur të angazhohen në mënyrë që të kemi një ligj funksional të zbatueshëm e natyrisht me synimin final mbrojtjen e kategorive që kanë nevojë për mbrojtje. Ju falenderit.